ta bëj lidhjen që sot është e vështirë, unë nga rruga erdha, pra nuk është forte lehtë, ta bëjmë për 30 minuta maksimumi, Beratin me Skraparin, dhe njëkohësisht dhe paralelisht të bëjmë dhe lidhjen e Beratit me Përmetin. Edhe kështu ju këtu me kanione dhe me gjithë këto bukuri të keni një tjetër destinacion të zhvilluar turistik të Shqipërisë. Pa llogaritur faktin që pastaj e zgjidhni vetë për 2 orë në Janin apo për 2 orë në Tiranë, siç thotë Ervini. Jam i bindur që me të gjitha zhvillimet e turizmit dhe me gjithë këtë potencial që ka Skrapari, me fillimin e punës për rrugën e re, me njëherë do të shtohen vlerat e tokave, vlerat e pasurive këtu, dhe me njëherë dhe shumë nga ata që kanë ikur, por janë shumë të lidhur, se ju Skraparlit jeni shumë, fare. Ju gjen nga të 4 anët e vendit dhe të botës, nuk e di sa jeni, por ama lidhjen me këto rrënje këtu e keni shumë të fortë dhe jam i bindur që shumë kush do të kthej syt për të investuar këtu. Dhe paketa e maleve që ne e kemi miratuar në parlament, një program i ri për mbështetjen e fshatit, për mbështetjen e atyre që duan të investojnë në shtëpitë të parëve, në tokat të parëve, është një program që i shkon më së miri kësaj zone. Prandaj me ndihmën e Ervinit, që tani më do ta keni dhe deputetin tuaj në parlament, me ndihmën e Tikut, kryetarit bashkisë, ne do të organizohemi që të bëjnë mundur që ata cilët duan të përfshihen në këtë program të kenë mundësi të informohen dhe të përfshihen. Por unë nuk dua t'ju mbaj gjatë me këto, të gjitha këto janë shumë të rëndësishme, i kemi shumë mirë parasysh, do t'i bëjmë siç kemi bërë shumë, do bëjmë edhe më shumë akoma, dhe pa diskutim që në këtë mandat të 4 për Skraparin do bëjmë më shumë se që kemi bërë në të gjitha tjera së bashku, përderisa do të bëjmë edhe rrugën. Dhe ju e dini shumë mirë, në base jo të gjithë, po disa nga ju e din që kur vija këtu më thoshin premto rrugën, i thosha nuk mundem do ta premtoj rrugën kështu, sepse pasaj duhet ta mbaj premtimin se këta s'ta falin. Kështu që ky nuk është një premtim, kjo është pjesë e programit ton, dhe të tëra këto do t'i bëjmë. Por ama ajo që unë dua të theksoj këtu sot është diçka tjetër, është diçka që është edhe më rëndësishme se të gjitha këto për gjithë ne, në Skrapar, në veri, në jug, në lindje, në perëndim, brenda kufive, jashtë kufive, si shqiptar, që është natyra historike e zgjedhjeve të 11 majit. Në 11 maj, ne të gjithë ata që kanë një vot, do të shkojnë në zgjedhje jo si gjithmonë, kur në zgjedhje shkojmë për të caktuar deputetët, caktuar qeverinë, por do të shkojmë në zgjedhje në një takim me historinë, sepse në 11 maj ne do duhet të bëhemi sa më shumë, sa më të bashkuar për të vendosur me votën ton krijimin e një fuqie edhe më të madhe vendimarrëse, në mënyrë që këtë mundësi të madhe që na është krijuar
dera që na është hapur për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, ne ta shfrytëzojmë duke mbyllur negociatat brenda 2027-s. Dhe negociatat brenda 2027-s mund t'i mbyllim vetëm në qoftë se kemi një fuqi që na jep mundësinë që të gjitha ato që diskutojmë me ta në tryezë, mbi 250.000 faqe që shkojnë në të gjithë drejtimet për të gjithë sektorët e organizimit të shtetit, dhe që pastaj mbasi ne dakordsohemi duhet i kthejmë në vendime, duhet i kthejmë në ligje, të mund t'i bëjmë pa hasur pengesa në parlament, pa pasur në përkëmb speciet e kënetës. Dhe është shumë e rëndësishme që në 11 maj ne të shtym fort Shqipërinë për MBE dhe të thajmë kënetën që është bërë një pengesë e vazhdueshme e këtij vendi. Një pengesë e vazhdueshme e këtij vendi. Ju e keni parë që edhe sot e gjithë ditën ajo që kemi arritur dhe ajo që përpiqemi të bëjmë me vendosjen e barazisë para ligjit të gjithëve nuk është diçka që duhet ta konsiderojmë një arritje të paprekshme, sepse në anën tjetër kemi forca dhe mbi të gjitha kemi bufin e kënetës i cili përbetohet se me votën e shqiptarëve do ta përmbys reformën drejtësi, do ta shkrijë spakun dhe do rikthej historinë aty ku ishte. Por ne nuk mund lejojmë që historia të rikthehet aty ku ishte. Historia jonë duhet të shkruhet si një histori e bashkimit përfundimtar të Shqipërisë me Europën. Dhe vetëm duke e futur Shqipërinë në Bashkimin Evropian, ne mund të garantojmë për brezat se barazia para ligjit bëhet e shenjtë, e paprekshme nga askush këtu dhe askujt nuk mund të shkojë më mendja që të përdori votën e qytetarëve për ta bërë përsëri Shqipërinë një vend ku ligji është i fortë me doptit dhe të fortët e nënshtrojnë ligjin. Kjo është një histori që siç e shihni ne po përpiqemi t'i japim fund. Ju e dëgjoni kur thonë ç'është kjo punë kështu. Çfarë kërkon ky njeri për mua, domethënë, çfarë kërkon ky njeri, çfarë kërkojnë këta kanë gjysmën e qeverisë në burg. Domethënë, këta kujtojnë se duke përdorur këtë lloj propagande, populli do harrojë se kush e donte dhe kush se donte reformën drejtësi, kush e bëri dhe kush bëri që mos ta pengoj, kush është këtu për ta garantuar mëtutje dhe kush është këtu për ta përmbysur. Dhe këta mendojnë se ne do ulim kokën me që pikërisht reforma që ne bëm, pavarësia që i dham ne drejtësisë për herë të parë në historinë e Shqipërisë, që nga 1912 nuk ka pasur pavarësi drejtësia. Ka pasur mbret, ka pasur diktator, ka pasur palo president, bufin e kënetës, që futin burg Fatosdanon, të burgosurin e fundit politik në Shqipëri, por asnjëherë s'ka pasur mundësinë të shohë populli shqiptar një njeri të veshur me pushtet që të shkojë para një prokurori të pavarur dhe para një gjykatësit të pavarur. Këto populli shqiptar po i shes sot, dhe po i shes sot sepse ishte kjo forcë politike, ishte vullneti ynë për të ndarë të shkuar nga ardhmja dhe për të vendosur që drejtësia të shikoj drejt dhe të godas majtas e djathtas. Kur unë thosha atëhere që ata ishin të tërë të mbyllur në çadër, edhe donin të sabotonin zgjedhjet, donin të merrnin peng Shqipërinë, se nuk donin vettingun, nuk donin reformën drejtësi. Dhe unë thosha, ky është momenti ynë historik për të bërë një reformë dhe për të pasur një drejtësi që të godas majtas e djathtas. Natyrisht, unë e dija shumë mirë që majtas ishim ne. Kush ishte majtas? Dhe patjetër që sot do ishte tradhti e madhe ndaj jush, tradhti e madhe ndaj popullit
nëse ne nuk do kishim arritur që drejtësia të jepte shembuj se nuk do t'ja di je i lidhur me pushtetin, as je i lidhur me pushtetin, nëse ke punë me ligjin do shkosh para ligjit. Dhe po ju them diçka se ju këtu jeni një deg shumë e politizuar në kuptimin ju e njihni mirë politikën. Nëse populli shqiptar, unë e them gjithmonë, është njësh për politik, në skrapare, në ca pika tjera, janë specialista. Tani, do me thënë, sigurun të vë gishtin të njëri nga ju, kush do qoftë që nuk i njoh, është analist më i zoti se të gjithë ata që shikoni unë televizor në darkë. Ata që dalin në darkë, edhe kur shikojnë sondazhistin e Donald Trumpit që thot shumica e popullit shqiptar mendon që Shqipëria po shkon në drejtimin e dur, habiten, edhe thon, po kjo do thot që ky popull është i smur. Pra populli është i smur, ju jeni të smur. Ata janë normal, jo, ata janë çryk, kurse ju dhe populli shqiptar jeni fuqia që na ndihmon të shkojmë përpara. Imagjino ku do ishim, sigur populli mendonte si ata. Tani, pse e thash të? Tani ju e dini shumë mirë, e ndiqni politikën. Dhe sot po t'ju pyes unë, dini gjë kush është Altin Dumani, të gjithë e njihni apo jo? E dini kush është Altin Dumani, apo jo? Ashtu. Altin Dumani është një prokuror i ndershëm, me integritet dhe profesionist. Dhe sot e njihni sepse drejton Spakun, dhe Spaku ka bërë disa goditje që as nuk mund t'imagjinoheshin. Unë po ju them, kur ne donin të bënin vetingun, që e mbështeste 95% e popullit shqiptar, dhe kur bënim anketime dhe pyestim, a mendoni ju që do vi dita që në Shqipëri njerëz deshur me pushtet do përgjigjen para ligjit? Shumica dhe mu se thoshte as bëhet fjalë. Se beson dhe njeri. Mirë po, Altin Dumani nuk erdhi dje nga materniteti. As nuk e sollën nga hëna. Ishte këtu. Vite tëra prokuror. Po ky njeri me integritet, me kurajo, profesionist, pse nuk i doli emri këtij? Pse nuk thiri këtë në një lere ministër, po të thriste në një drejtor policie? E ti thosh, hajde këtu ti, qa problemi keti me ligjin? Si doli, se a i ishte po e njeri, por a i dhe të gjithë prokurorët dhe gjykatësit e tjerë ishin nën hyqmin, nën qizmen e pushtetit politik. Shpatën që sot Altin Dumani e ka në dorë dhe pret majtas djathas, drejtësia e pavarur, e kishte bufin zyrë, kur ishte aty përpara meje, aty ku nga dritarja e zyrës shikonte se si njerëz të armatosur brenda zyrës vrisnin protestus, dhe kur prokuroria e përgjithshme kërkonte të thriste në pyetje drejtorët e policisë, bufi dilte dhe thoshte, prokuroria është lavire. E imagjinoni sot ju të ndodhi kjo? Sot duket e pamundur, po ja pra që ka ndodhur, sepse atë shpat që ishte në zyrën e të parë të qeverisë, që nga 1912, që e kishte përdorur po njësoj mbreti, diktatori e të tërë, unë dhe ju ja dorëzuam drejtësisë. Dhe nëse ka një arsye të madhe për ta votuar Partinë Socialiste, është pikërisht kjo për cilën të gjithë armiqt e drejtësisë pavarur, të gjithë ata që mezi presin ta përmbysin atë që mezi e kemi nxjerr nga thetrat e kontrollit 100 e kusur vjeçar, u a thonë si një arsye për të mos të votuar. Arsyeja kryesore për të votuar Partinë Socialiste është pikërisht se gjeti forcën, gjeti kurajën që t'jetë partia e popullit dhe jo e të pushtetshmëve. Që t'jetë partia që e pranon ligjin si e barabartë me këdo qoftë.
Ja. Dhe kjo është një arsye shumë e fortë për të shkuar së bashku në Bashkimin Evropian. Dhe nga ana tjetër keni parasysh një gjë. Se ju thonë që ç'është kjo histori me këtë për mua të prap, se me mua e kanë. Ata e kanë me mua, sepse mes tyre dhe jush unë jam pengesa. Prandaj, sepse unë jam mes tyre dhe jush. Edhe thonë, po ç'është kjo punë? Si ka mundësi? Nuk I mjaftuan këti 3 mandate për të na futur në BE, e thot tani më jep një mandat në 4. A thua se po e kërkoj mandat në 4 se dua të zgjeroj shtëpinë. Atëherë juve këtyre njerëzve duhet I thoni diçka, po mirë dakord. 3 mandate, Edi Rama nuk na futi në BE sepse si ishte I Zoti. Po si ka mundësi që Malizi, s'kam qenë unë kryeministër Malizi, që I ka hapur negociatat për të hyrë në BE përpara se Edi Rama të bëjë kryeministër, nuk është futur në BE. Në 2012 I kanë hapur negociatat. Po si ka mundësi që Serbia, që I ka hapur negociatat në 2014, përpara se sa Shqipëria të bëhej vend kandidat, pse nuk është në BE, po është tani mbrapa Shqipërisë? Po si ka mundësi që Maqedonia ndroi dhe emër edhe nuk është futur në BE, është bërë kandidat në 2005, këtu ka vajza e djemë që s'kishin lind në 2005. Atëherë ka një shpjegim kjo, sepse ti nuk futesh në BE thjesht se do ti. As se ti bën të gjitha detyrat që ata thonë që duhet bësh, siç I kemi bërë ne, I kemi bërë dhe ju e dini shumë mirë, 1 herë, 2 herë, 3 herë, na ka refuzuar të hapjen e negociatave, se dilte një vend atje, e dilte një vend këtu për interesat e tyre. Sepse dera e BE-s për vendet që të hynë brenda nuk hapet thjesht kur vendet trokasin, por hapet kur 27 antarët e asaj familje bien dakord të hapin derën. Dhe sot ata kanë rënë dakord të hapin derën për Shqipërinë. Dhe kjo derë e hapur për Shqipërinë do të thotë që ne kemi kaluar detin në këmbë. Ne ata na kishin bezdi. Edhe kur na takonin, na dëgjonin sa për të kaluar radhën. Ju e dini shumë mirë që ai ishte shqiptar në përkufi kur shikonin pasaportën. Ju e dini shumë mirë që ai ishte shqiptar jashtë. Ju e dini shumë mirë që ai ishte Shqipëria. Sot Shqipëria ka arritur aty ku s'ka qenë kurrë dhe flamuri shqiptar sot respektohet dhe vlerësohet. Dhe digniteti I Shqipërisë është vënë në vend. E prandaj ata kanë hapur derën edhe për interesin e tyre, jo për interesin tonë, por edhe për të tyren, se bota është e trazuar, duan të zgjerojnë Bashkimin Evropian. Kush është më pranë që ata ta marrin ta fusin brenda dhe thonë ja po zgjerohemi, po shtohemi për t'i thënë botës? E pra ja që është Shqipëria te pragu dhe ne na kanë dhënë 3 vjet për të mbaruar negociatat. I hapën vjet, na kanë thënë, bëni detyra deri në 2027, ti mbyllim dhe ju jeni antar të Bashkimit Evropian. Kujt I kanë zgjatur 3 vjet negociatat? Askujt. Askujt nga vendet komuniste. Vetëm Finlanda, po ju e dini Finlanda është tjetër gjë. Dhe tani ne na ka ardhur kjo mundësi. Ne na ka ardhur fati ynë e ka dashur që t'jemi ne që të përmbushim profecinë e Gjergj Kastriotit, që kur I vuri murin këtu perandorisë dhe I vuri gjoksin e Europës e përcaktoi që fati I shqiptarëve ishte në Europë. Dhe pastaj rilindasit tanë që na lanë me shkrim, dielli për ne linda ndej nga Perëndon, dhe pastaj të gjithë të tjerët me radhë deri tek ata që kur dolën për të përmbysur komunizmin thanë duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe patjetër edhe kërkesa e të gjithë fëmijëve tanë. Borxhi që ne u kemi fëmijëve tanë është t'u lëmë pasaportën europiane.